Dëgja është përpënatar të keq, një mjeke, një gru që ka liftua në orë në këtë gjendje, si s'po më me kuptuar, por ne kemi qenur çdo herë ata të cilët i kuptojmë gjitha, por pjesën e dhunës është absurde. E sidomos për aty në njerëzve të cilët thonë që kanë dhënë shumë për vendit. Lëvizjeve vendose e ka pas një veprim për arsye se ka pas kauzën. Nuk është kauzë sjellja e kolegës sime para disa dite, se s'ka një kauzë të tillë që është keq për shtetin e Republikës së Kosovës. Në atë kohë ka qenë një kauzë jashtëzakonisht e madhe, sepse ka pas ndalja e Kosovës. Dhe për ndaljet e Kosovës nuk qyren mjete për të mbrojtur ata. E ta nuk kemi kauzë, na kemi kauzë për t'i bërë gjithë deputetët të përbashkët të i dalim zot vendet cep për cep. Veprimi është çdo herë i keq ai që sillet në mënyrë të dhënshëm. Por duke pas për bazë arsyen pse është diçka tjetër. Është për shembull nuk mundet më marr krahazim dita e sotët me ditët e atëhershme, kur 17% territorit ishte në shitje. Dhe duhet njeriu me mendua se si ka qenë situata atëherë, si është taj. Ne taj të kemi shtruar suverenitetin gjithë territorin e Republikës së Kosovës, jemi duke mbajtur dhe duke shtuar prezentën e organeve shtetërore në cep të vendit, dhe kjo nëse është kauzë për të rënuar ato dhe për të pruar radioqishin përsëri në Kosovë, atëherë le të tregojnë se po dojnë me pruar radioqishin në Kosovë, ne po shkaktojmë problemet e tilla. Kështu që është një krahazim jo i bardhë për shumë.